përtej faktit që kjo është shumë e vështirë të bëhet sa thuhet, por në fund të ditës dikush duhet ta paguajë dhe nga ana tjetër. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi të gjithë inspektorët e drejtorive dhe veçanërisht atyre të bashkive se në rastet kur do zbulohet se nuk kanë zbatuar detyrën e tyre, në rastet ankesave të qytetarëve apo denoncimet për ndërtimet pa leje, do të kallëzohen penalisht, do largohen automatikisht nga detyra dhe gjithashtu përjashtim nga administrata publike për një kohë të caktuar. Largimi nga detyra, largimi menjëhershëm nga detyra dhe kallëzimi penal për të gjithë inspektorët në rastet kur konstatohet mos vënie në dukje e shkeljeve. Për shembull, po jap një shembull konkret. Nga kontrollet e bëra, jo 1-2, më shumë se sa 1-2 kontrolle fatkeqësisht. Si rezultati i denoncimeve të bëra nga qytetarët tek ai portali hapësira ime publike, ka rezultuar që ndërkohë që në territor leja shkelur rënd, në bashki aktet e konstatimit të inspektorëve bashkiak figurojnë çdo gjë në rregull. Dhe për këtë lloj fenomeni, në çdo rast që provohet mosveprim apo aq më keq akoma pastaj mbyllje e syve, masa është largimi menjëhershëm nga detyra dhe ndjekje penale. Dhe ndalim për të kthyer në punë shteti për një periudhë të caktuar kohë. Të gjitha denoncimet e bëra nga qytetarët në portalin hapësira ime publike apo në forma tjera të përvushme do të jenë të lidhura drejt për drejt me personat përkatës. Pra, asnjë denoncim nuk do të mund të lihet sikur nuk ndodhi. Në rast se një denoncim është lënë sikur nuk ndodhi, direkt shkohet tek përgjegjësia. Një tjetër ashpërsim i masave lidhet me mosushtrimet e kontrolleve dhe me një sër elementësh të tjerë që kanë të bëjnë me jo vetëm me shtrëmbrimin e rezultateve të kontrollit, por edhe me mos respektimin e afateve për të marrë vendimet e parashikuara në kohë, me mos respektimin e afateve të zbatimit të vendimeve të parashikuara në ligj, me mos zbatimin e vendimit pezullimit punimeve, me mos respektimin e afatit për dhënien e informacionit dhe pengimin për përmbushjen e detyrës dhe me mos paraqitjen e kërkesës menjëhershme për heqjen e licencës të mbikëqyrësit punimeve në rast se konstatohen shkelje. Deklarata u bë gjatë konferencës së sotme nga kreu i qeverisë, ku shpallu një numër të madh masash dhe kriteresh për çështjen e kontrollit të territorit. Të gjitha masat e reja të cilat janë në fuqi sot që flas.